Dhimbja e humbjes së madhe së vëllait të Gjestit, Eldion Kelmenti, është rikthyer sërish, por kësaj radhe ai është kujtuar pikërisht nga Gjesti. Për të gjithë ata që nuk e dinë, ai ka lançuar një këngë të re pas gjithë kësaj pauze, dhe kënga është pikërisht për vëllain e tij 15 vjeçar, i cili ndërroi jetën në një aksident tragjik rrugor. Gjesti ka qenë shumë i prekur këtë kohë, megjithatë, më shumë kanë prekur fjalët e tij që ka shkruar në Instagram pasi ka publikuar një pjesë të kësaj kënge. Ai ka shkruar: "Muzika më ka ndenjur gjithmonë afër, si në gëzim ashtu dhe në hidhërim. Memories është një këngë që e kam shkruar me lot dhe e kam patur shumë të vështirë për ta incizuar. Jam munduar që të kursej familjen time dhe mos t'i mërzis shumë. E në gjithë të mërzi po mundohem që të gjej lumturi dhe po kthehem në muzikë, afër jush dhe afër gjithë dashamirësave të mi." Këto fjalë kanë prekur të gjithë të dëgjojnë, por jo vetëm, edhe persona që nuk janë fansa të Gjestit shprehin keqardhjen dhe urojnë që ai të kalojë këtë periudhë sa më shpejt. Edhe pse kjo nuk do të rregullohet kurrë dhe kjo dhimbje nuk do t'i kalojë, sërish koha do ta bëjë që të lehtësohet pak, ndërkohë që Gjesti merr të gjithë ndihmën apo të gjithë dashamirësinë e fansave të tij. Kjo këngë po dëgjohet nga të gjithë dhe ka marrë shumë shikime për rreth 14 orë. Megjithatë, Gjesti sërish mbetet i mërzitur. Mjafton vetëm të presim dhe të shikojmë se si kjo gjë do të shkojë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.